luftë është politike, dhe më thonë nuk ka luftë pa politikë, dhe më thonë qëllimi është dominimi. Kjo është vazhdimisht jo sot gjithherë, lufta gjithherë është për dominim. Në këtë rast, shikoni, e kemi luftën, vetëm para se me fillu kjo luftë, kemi luftën 4 ditore ose 5 ditore në mes 2 shteteve bërthamore, Pakistanit dhe Indis, ku në të njëjtën kohë u matën edhe fuqia e armatimit ose mbrojtjes së 2 shteteve të aleatëve të ndryshëm në mënyrë që të shihej se deri ku sa ka mundësi Pakistani të mbrohet, sistemi mbrojtjes ajrore, po ashtu edhe Indis, edhe pse janë të dyja shtete bërthamore, domethënë efekti nëse do ta ndez njëri shtet ndonjë raketë bërthamore, atëherë sa mundësi që ajo të bjen në cakun e duhur dhe a ka mundësi shteti tjetër me mbrojt veten. Domethënë këtu janë vetëm matje në gjeopolitikë kështu shifën, domethënë sepse u përfundu shumë shpejt dhe vetëm u matën disa prej sistemeve mbrojtjeve të shteteve. Gjithsesi, edhe kjo luftë mendoj është të njëjtit nivel, është çështje e matjes forcave të dominimit dhe ajo që më shumti në këtë periudhë na po më shqetëson edhe jam i mërzitur është se qyr prej ditës parë, ajo kishte fillu shumë natën vonë, sulmi izraelit ndaj Iranit dhe u qoha me falë sabahun dhe me njerë lajmet për shoh që ka ndodhur sulmi. Dhe prej sabahut, kur për cila media, deri gati në mbrëmje, ku ne isha pastaj musafir me një studio, asnjëherë në asnjë medium ndërkombëtar, madje as ato të lindjes së mesme, nuk pash lajme për Gazën. Domethënë Gaza u harru, domethënë Gaza po masakrohet, po bëhet një luftë shfarrosje kundër popullit palestinez në Gaza. Çdo ditë kemi bombardim të shtëpive, të spitaleve, të shkollave, të madje edhe të çadrave, shatorave të refugjatëve dhe kemi gati 70-80 njerëz çdo ditë të vrarë. Madje kemi edhe rreth 20 njerëz të vrarë çdo ditë në stacionet e përcaktuara prej një kompanie izraelite të regjistruar në SBA, ku po shpërndohen ndihma dhe aty njerëzit po vdesin çdo ditë nga 20 njerëz. Ata po shkojnë me marr ushqim, ndërsa po vriten me snajper nga snajperistët izraelit. Mendoj se kjo është dhimbja më e madhe që po e shoh në këtë situatë, se në fundit ta kanë ulë në tryezën e bisedimeve pas disa ditëve dhe kanë zgjidhur problemet e tyre.